kam para po normalisht ai ishte një mendim, ishte një ide, një subjekt politik të rëndësishëm në Republikën e Kosovës, si është Liga Demokratike, dhe unë mendoj që duhet të trajtohet, të diskutohet nga të gjithë, nuk do të ishte absolutisht e keqe që gjitha subjektet politike të takoshin edhe vetëm që ta diskutojnë idenë e Zotit Abdiqiku, të japin mendimet e tyre, të hjekën pika ose të shtojnë pika nga kjo, por e rëndësishme do të ishte që tema të diskutojnë. Pastaj nëse do të përfshiheshin gjitha subjektet ose është megjithatë çështje tjetër e më pak e rëndësishme. Shihni zhvillimet që janë të ndodhur gjithandej nëpër botë, shihni ekonominë që ka sot vendi, shihni gjendjen fazën që në po futemi në zgjedhjet lokale, ku edhe komunat, kryetarët e komunave, kuvendet komunale nuk kanë marrë legitimitetin e plotë të duhur, në të njëjtën kohë qeveria është me afat të skaduar, pra nuk kemi qeveri në vendin tonë, kemi një qeveri që në zyre, në detyrë, nuk kemi kuvend dhe këtë kjo gjendje nuk na lën që të jemi kaq komod dhe të silmi kaq komod, nuk na lejon që një person që është ullë në kry të kuvendit për shkak të moshës së tij të ndrojë mënyrat e votimit sipas tekeve të veta, sepse edhe ndrimi i mënyrave të votimit kërkon një shumicë në Parlamentin e Kosovës, duhet që të pajtohen shumica e deputetëve që ajo të ndodh, nuk di se si mund me marr këtë qetësi, këtë normalitet në një gjendje kaq normale në cilën jemi gjithë Kosova, po që është edhe rajoni, që është edhe bufra të lëzën. Kur i referohemi Limajt dhe Kurtit në këtë rast, ai ka mbyllur Limajt derën Kurtit përfundimisht, me qenë se nuk e propozoi për krye parlamentar edhe për qeverinë? Kurti mundet me mbyll vetë derën që i është hapë, të vetëm derë që i është hapë në Republikën e Kosovës nga gjitha subjektet politike. Për dini që nisma ka qenë subjekti vetëm politik që është taku në lëvizjen e vendosje, që ka diskutuar me lëvizjen e vendosje për me gjetë një zgjidhje. Por veprimet e këtiva, marrja kaq qetësi, një gjendje kaq jo normale që kemi në vend, mundet me treguar ato që zoti Kurti me mbyll edhe këtë derë që aktualisht e ka të hapur. Por a nuk ishte një mundësi e mirë që nisma e cila ka dalë me 3 deputet nga zgjedhjet e fundit pra të mbajtura më në shkurt, të ishte pjesë e një qeverie? Po, në kushte normale, një subjekt politik garon për të qenë në qeveristi. Megjithatë, ne në Nisën Socialdemokrate kemi diskutuar këtë temë, nuk është se nuk e kemi folë fare. Për momentin në të cilin jemi, Nisa nuk është interesuar se të jetë pjesë e qeverisë. Pra, nuk është në interesin tonë që të jemi pjesë e një qeverie të përbashkët me lëvizjen vendosje. Megjithatë, si një zgjidhje të mesme, ne kemi ofruar kapacitetet tona, votat tona, nuk vendin Kosovës që Kosova të ketë një qeveri. Dhe kjo, si duket, nuk është trajtuar seriozisht dhe sinqerisht në mënyrën se si i është ofruar lëvizjes vendosje. Pra, ne kemi gjetë një rrugë të mesme, një rrugë që edhe do të ndikon të tjetë mundësi i krijimit të institucionet të reja, edhe do të nisma do të mbante qëndrimin e saj që mos jetë në situatën momentale, në gjendjen në cilën jemi pjesë e qeverisë, por që unë mendoj që edhe për lëvizjen vendosje, edhe për gjitha subjektet politike që janë të përfaqësuar në kuvend, nuk do të kenë dhe nuk do të arrijnë asnjëherë që të propozojnë dhe të zgjedhin një kryetar më përafrues, më bashkëpunues, më të pranuar për të gjithë se sa zotin Limaj. Prandaj unë habita personalisht se si lëvizja vendosje e
në një formë e ka shpërdoru këtë mundësi që është thonë. E kaluara zotit Limaj, bashkëpunimi që ka me secilin subjekt politik, në këtë rast edhe me lëvizjen e vendosje, ishte garanca më e mirë që Kosova ta ketë kuvendin shumë funksional, ku edhe opozita dhe pozita e kanë rolin e tyre brenda atij kuvendi dhe të udhëhiqen me dinjitet nga kryetari Limaj. Zotri Matoshi, për fund me qenë se për zgjedhjet lokale kemi një datë është 12 tetori, mirë po, në të njëjtën kohë ne vazhdimisht po flasim për zgjedhjet parakoshme apo zgjedhjet e jashtëzakonshme, si do të quajmë ato për zgjedhjet e ardhshme. Si do të dilte Nisma fituese apo humbse nëse shkojmë në zgjedhjet jashtëzakonshme të parakoshme? Zgjedhjet parakoshme nacionale kemi fjalën. Po. Unë mendoj që dhe zgjedhjet e 9 shkurtit kanë dëshmu stabilitetin e Nismës socialdemokrate që ka në elektoratin e vet. Pra, Nisma ka një elektorat të saj stabil, një elektorat që mund të mos jetë i mjaftueshëm, që si të vetëm të futemi në kuvend, prandaj edhe kemi qenë në një koalicion parashdhur, sidoqoftë elektorati i Nismës tashmë është edhe më i pushtuar ndaj subjektit të vet politik, ka mbri me majt një subjekt politik për 4 vite duke mos qenë fort në parlamentin e Kosovës. Tashmë i ka 3 deputet e saj aty dhe në cilën do rrethon që do të ndodhemi e ku Nisma do të jetë pjesë e një fushate, e një gare elektorale të nivelit nacional, në cilën do periudhë dhe cilat do zgjedhje që vinë, qofshin të jashtëzakonshme ose të rregullta, jam shumë të bindur që ky elektorat do të rritet, edhe Nisma do të vazhdojë të ruajë përfaqësimin e saj kuvend dhe të arrisë numrin e deputetëve. Tani, cilat janë sot kalkulimet e cilat janë sot mënyrat përmes cilave Nisma do të garojë në zgjedhjet tashme, ndoshta shumë herët me fol, por e di që Nisma ka dyert e hapura gjithandaj. I ka dyert e hapura edhe pas prishjes së raporteve me OAK-n në këtë rast, zotri Matoshi? Unë mendoj që është vetë prishja e raporteve nga ana e OAK-s, është një deklarim i prishjes së njëanshëm nga ana e OAK-s, megjithatë ne nuk e dimë, nuk kapita nëse në të ardhmen prapë nuk na vjen një ofertë nga OAK-ja që të garojmë bashkë, mandej do të jetë çështje e Nismës me vlerësu këto, por kjo prishja e raporteve me OAK-n nuk e ka bazën brenda raportit tonë si Nisma OAK, por e ka një bazë në vetë gjendjen në cilën është Aleanca për Armërinë e Kosovës. Zotri Matoshi, ju falenderoj shumë për kohën që gjetët për të inkuadruar. Faleminderit juve për mundësinë, gjithë mirë.